Apo e teproj që e dashura më quajti përdhunues pas natës së djeshme. Më lini komente për historinë që do them tani. Ishte natë e Halloweenit dhe unë dola me shokët e mi. Shura ime erdhi dhe po kalonim kohë shumë të mirë bashk. Ajo është pak sa e ndjeshme për alkoolit, kështu që u lodh shumë shpejt. Më kërkoi ta çoja në shtëpi. E çova në shtëpi, që shokët e mi akoma ishin jashtë. Kur e çova në shtëpi, ajo vazhdoi të përpiqej që të më ndalonte të mos dilja më, gjë e cila ajo e bën shumë shpesh. Sinqerisht, kjo gjendje më ka bezdisur shumë. Gjithsesi, unë vendosa të dilja dhe dola pak më vonë. Vendosa të kthesha shpejt sepse u ndjeva keq që ta lija vetëm në shtëpi. Kur u ktheva në shtëpi, ne ishim të dy të dehur. Kur u shtri, ajo mu largua. Unë jo afrova duke e puthur lehtë në qafë. Nuk e preka në mënyrë të papërshtatshme, asgjë të tillë. Në mëngjes, kur u zgjua, debatuam për atë që ndodhi një natë më përpara. Dhe ajo më quajti përdhunues. Dua t'ju tregoj produktin e ri një herë nga Ordinary, që është bërë për t'i bërë plumping face tek vendet ku ne krijojmë rrudha mimike. Atëherë dalim tek historia, më quajti përdhunues, unë mbeta pa fjalë. Nuk e kam detyruar kurrë të bëj asgjë pa dëshirën e saj. Nuk e kam prekur kurrë në mënyrë të papërshtatshme, apo diçka të tillë që ta nënkuptoj që është tendencioze negative. Sinqerisht, nuk di se si ta përballoj që ajo më quajti dhe e ktheu situatën kaq serioze. Jam me të vërtet i hutuar. Dhe kjo ishte skincare ime.